me bashkëpunu me mu e dy, si kundërshtar politik. Për te partioke, po s'ko sensa, jo, Ali. Për te partioke. Jo, për te partioke. Partia kush është? Partia është që ata Albini dhe Dejolla, pse atje pengon dikush? Po, a e kush janë ato tjera? Albini ta thash, nuk ka nevojë për vegla, jo për njerë. A ty mendon ashtu? Albini ka nevojë për të nënshtuar. Ti mendon ashtu? E jo për bashkëpunëtor. A qëndron kjo? Jo, be nuk qëndron kjo. Ti mendon ashtu? Me ko ka bashkëpunu njët në tina? Mendim kot. Thuje. Ka bashkëpunu me zotin Isa Mustafa një periudhë shkurt. So, po me poshnu, edhe me odin një periudhë shkurt, edhe me luminjë. I vetmi konsenzus që ka kuptim, si pas mendimit tem, se unë s'jam si Alini me fol absolutisht si këtë dy njoja shka du të me menu. Si pas mendimit tem modestet pa diturit. Qa du na unë si ti me mendu? Jo të mos do. Jo kur, valla. është, po, ani dhe mirë regull, gjani mos meno. Whatever turns you on. është ideja që ti me ban një konsensus ta nam, parimisht mundja të diskutojmë cila mund tjetë figura ma e pranushme, mos me qenë aq kontradiktore dhe mos me qenë aq antagoniste edhe për ata që s'janë të taborit e njëjtë politik. Këtu, o tereni parimësis e diskutimit. Që të Sharon Bugujev që po që ide në kuvend. Po është nonsen politik, jo ti i ke marrë 48, je shumica, po mënoj, je me numrin matë madhë që nuk kupton ki legitimitet politik. Demokratik matë madhë, e ti tash dush mu qua ti me bo një krejt në mojtas dikon, me gjithë se mojtas, okej, që s'ko sens. Ke ideja e zotit Haradinaj, për shamu Saranda Bugujev që nga. Pse jo? Pse jo? Po s'është në prerogative në atina mja propozu këtina. Me që ta si kompromisin. E qush me bo kompromisin? Po jo qaj, s'është ta e kompromis, ta është imponim. Okej, drenori... Ta është imponim. Me një pas pak do t'japim propozimet dhe qëtrimit e opozitës. Po, do të përfundojnë ata. Gjeneza, do të më këtyte Gjeneza, non shkurti ka dhonë polarizimin jashtë zakonisht malë, sepse subjektit politik që ka jo polarizim, non shkurti ka vendosë, ka thonë duni me bashkëpunu. Vesh të përfundaj lutem. Duni me bashkëpunu, drenor. Edhe një herë, duni me bashkëpunu. Drenori është për bashkëpunim. Pra, okej, duhet. Pra, zoti Kurti ka lezu shumë mirë këtë kartë dhe atë bashkëpunim, edhe ata kanë pranu, që nuk i kemi votat, nuk i kemi fitu. Nuk i kemi arritë synimin prej 500.000 votave, sikur se subjektet e që se kanë arritë synimin për me fitu zgjedhjet. Notën e zgjedhjet ti e din që ka full. Pedi, veç të përfundoj lutem. Qa do të thotë? Do të thotë kemi arritë një situatë ku zoti Kurti e din shumë mirë se deklarata e zotit Abdigjiku ishte që notën e parë, mas zgjedhjeve. Ne nuk him në ekzibicione politike për një qeveri jetë shkurt me opozitën, sepse me zgjedhjen e presidentit më njerë bie e qeveri. Prandaj, zoti Kurti në mënyrë figurative po thamë, e din që këtër veç një 7 zonë ka me lind një qeveri. Aja tjetra është terpë, aja tjetra 7 zonë nuk është. Veç një është. Kështu që aja ka krejt botën e dyjes, krejt kohën e dyjes e ka për me lujt gjitha lojrat politike po i quaj që janë normale në këtë fazë, sepse jemi mbrana normave. Jemi mbrana normave kushtetuese. Nuk ka dalë kërkush jashtë normave. Deri ku më dalë? Prit pak. Që me çu përpara në shkurtin. Po del pa kufi. Zoti Kurti duhet me ndjetë ka punuar gjykatë kushtetuese. Zoti Kurti nëse nuk e njeh statin në nënt shkurtit. Ati i kushton politikisht. Unë mendoj. Jo. Në momentin e mbrom. Momentin e mbrom. Unë jam i sigurt që më përpara Zoti Kurti ka thonë që nuk mundesh vetë. Po i ka po dëgjam. Ai ka thonë ku mu ju llokote, ku mu ju ploke, ku mu ju myte, ku mu ju sklopite. Këtja u ka thonë. O shtoje pa zoti dëgjoj vetë kolegun që ki ofë din, zoti Gyeziu që domthon edhe për presidentin, edhe për krye parlamentarit, edhe për këto makinacionet që neglizhojnë shtyjnë, që zvarisin krimin e tyre, është një prerogativë frym kushtetuese, që thotë ne kohën e arsyeshme. Jo deri pa kufi. Në kohën e arsyeshme kënon me shteti e çmon kohën e justifikueshme, jo kohën tonë pa kufishme. Ja shqetëson çfarë skenari kemi ardhur. Zoti Kurti
Për ta dhe me gjast, Po me ty qëllim skenoj nuk ka që dorë. ky me mbledh në parë, ka thonë që ky është kjo punë Po edhe. edhe besoj që është dashur me muzikë dhe unë jam i shqetësuar. dashur, o dëshirë, po dëshirë e jote. Pse si po mshem mu? Unë Po jam analiza dhe dëshirë ato dy zanë Po dy. dëgjoj, ai dy po analiza në bazë atyre që kanë ndodhur. Skenari zotit Kurti është unë që shoku më analizuar që të kohë, që të mbledhje.